Organizata turistike Ulqinit ka nisur përgatitjet për sezonin turistik që në muajt janar dhe shkurt, duke organizuar aktivitete të ndryshme si panajire promovuese dhe ngjarje kulturore me synim pasurimin e ofertës turistike të Ulqinit. Drejtori i organizatës turistike, Zotëriqja Azim Hoxhiq, thekson se gjatë kësaj periudhe ishte ndjerë edhe ndikimi i situatës rreth marrëveshjes për menaxhimin e plazhit të madh, e cila sipas tij ka ndikuar në ngadalësimin e disa aktiviteteve të komunës së Ulqinit. Sipas statistikave të organizatës turistike, muaji maj ka shënuar një rritje të numrit të turistëve, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Veçanërisht java e parë e muajit ka rezultuar më suksesshme, megjithse kjo nuk është reflektuar në të njëjtin intensitet përgjatë gjithë muajit. Hoxhiq i bëri të ditur se gjatë majit të këtij viti janë regjistruar 17.516 turistë, në krahasim me 13.520 në majin e vitit të kaluar, që përfaqëson një rritje domethënëse. Me duhet të them që nga janari ose nga shkurti mund të themi që intensivisht jemi nisur me këto përgatitjet për sezonin turistik, ku filluan do thot me panajiret, ku morën pjesë në panajiret në region, panajirin në Gjermani, dhe aty interesimi do thot ishte jo i vogël, ose të themi sidomos në pjesën e Serbisë, në pjesën e Bosnës dhe sidomos në pjesën e Kosovës, ku në këtë vit ishte nivel pak më ndryshe, ose të themi në një nivel më të mirë i organizuar se sa vitet e kaluara. Pastaj vazhduam me një periudhë tjetër ku nisëm të bëm përgatitje të themi kështu edhe mediatike edhe sponsorale, por në atë rast patëm edhe një periudhë pakës të vështirë të themi kështu, ku siç u përmend nga ana e qeverisë, ishte pjesa e madhe apo gjithë plazhi i madh ishte në atë moment si një e përmendur si një iniciativë të themi kështu, ose për të shitur, ose në një zhargon ndoshta tjetër nuk mund ta them. Por ajo ishte një pjesë me të cilën, t'ju them të drejtën, jo vetëm ne, por të gjithë qyteti ishte i angazhuar dhe të gjithë ndoshta në një mënyrë ka ndikuar, sepse është lanë, jo që është lanë pas puna me të cilën është nisur, por se në një mënyrë kanë bllokuar, të themi kështu, këto aktivitetet. Siç e dini edhe vetë, në ditën e komunës, kur ishte kremtimi, do të thotë që është kremtimi u zëvendësua me një protestë. Kështu që ajo zgjati, mirë po, tani normalisht që ne vazhdojmë me aktivitetet tona, siç e keni pa, domethënë në pjesën e parë të majit, nëse më pyetni për numrin e turistave, të themi kështu, apo si ishte maji i gjerë tani, normalisht që 5 ditët e para të majit, 5 ditët e para, apo java e parë e majit, të themi kështu, ishte më e mirë se sa vitin e kaluar, por se ajo normalisht janë ndikimet edhe të kohës, të cilat mund të themi se ishte pikërisht ditë verore në ato 7 ditë e majit. Pastaj kemi pas një ramje, por një ramje e cila normalisht që unë mendoj është ndikuar po ashtu një pjesë më e madhe nga koha. Në qoftë se flasim për numrat e turistave, ne në maj kemi patur 17.516 turista, do të thotë flasim për hotelet edhe akomodimin privat, kurse në akomodimin privat vetëm 4.270. Atëherë këta janë numrat të cilat të themi kështu për majin, si nuk është një parametër që varet nga gjithë sezona, por është shumë i rëndësishëm. Ne kemi patur më shumë turistë se vitin e kaluar, në maj ku deri me ditën e sotme vjet kishin 13.520, kurse sot 17.516, por kjo ndikon edhe në ndikimin e hoteleve. Do të thotë siç e kemi vrejt, domethënë në hotele kemi më shumë turistë, sepse edhe Hotel Mediterani është hapur, ku vjet në këtë kohë ishte i mbyllur, të themi, në këtë pjesën e investimit që ka bërë në pjesën e re. Hotel Otranti po ashtu punon në këtë vit, ka filluar më herët, domethënë me turistë, ka hapur dyert që nga muaji i shkurt, dhe Karizma po ashtu janë në një mënyrë të themi kështu duke punuar.
Dhe sa i përket ne po mundohemi që në pjesën e majit edhe në pjesën e qershorit, të themi në këtë pjesën e parasezonit, ku është më e rëndësishme për qytetin ton të bëjmë, të themi kështu, një mënyrë propagande pozitive për qytetin ton dhe promovimin në qytetin ton në mënyra të ndryshme, dhe njëra nga ato është edhe këto manifestime që i organizojmë gjatë të gjithë këtyre ditëve. Përveç kësaj, ai theksoi se përgatitjet për aktivitetet kulturore janë në vijim më sipër dhe se gjatë muajit të maj janë zhvilluar ngjarje të shumta, ndërkohë që janë duke u bërë edhe përgatitjet për muajin qershor. Njërisi këtë vetë është edhe organizimi i ngjarjes Nata e Kublave, e cila ka zgjuar interes të madh jo vetëm tek banorët lokal, por edhe tek turistët rajonal. Po ashtu me 14 qershor do të mbahet edhe dita e karkalecave të Ulqinit, e cila pritet të tërheqë vëmendje të madhe dhe të bëhet një atraksion i rëndësishëm në kalendarin turistik. Qose flasim për maj, do të thotë kemi pasur këtë Bamboo Maj Festin, e cilin ne si organizatë turistike po ashtu kemi përkrahur, sepse sidoqoftë ato kanë pruar një numër të rinj, dhe ajo ishte, të themi kështu, pjesa e parë dhe fytyra e parë e sezonit turistik. Pastaj kemi patur panelin e artizanateve, ku po ashtu e kemi përkrahur. Pastaj nga ana e komunës kanë qenë edhe Nata e Kështjellave, ditën e Kublave për herë të parë që organizuan organizata turistike këtë vit, dhe pati një sukses të lezetshëm, të themi kështu, ku pati mundësi të gjithë ata turista nga hotelet apo nga akomodimet private gjatë asaj periudhe që të shijojnë peshkun, i cili është pak i ndryshëm, të themi, i cili i veçantë për Ulqinin, ku xehet vetëm në pjesën e Ulqinit. Ai peshk ka një vlerë të madhe në Francë apo në shtetet e tjera, por se tek ne, nga shumica, ai ndoshta ka një vlerë edhe më të ulët sa i përket financiare. Pastaj, ajo do të mbes një fest e Ulqinit dhe mendoj se do të vazhdojë po ashtu edhe tradicionalisht. Pastaj kemi pas edhe pjesën tjetër dhe një koncert në Orkestrën Simfonike të RTS-s në Qendrën për Kulturë. Kanë qenë edhe, kjo nuk do të thotë se do të thotë këtu përfundoj, por vazhdojmë edhe me aktivitetet e ditëve të radhës që kemi, që është 29 maj është koncerti i muzikës klasike të Iliriana Gjoni, piano, dhe Bledar Zaimi në violonçel në Qendër për Kulturë. Me 30 maj është koncerti i grupit Amadeus Band, i cili ishte paraparë me 21 maj për festën e Malit të Zi, por nga koha e shtynë për datën 30 maj, dhe me 31 maj kemi në skenën tonë kjo Era Istrefi, që është, të themi kështu, një emër mjaft i shquar për tregun shqiptar, ku dhe promovimi është bërë në atë mënyrë, duke filluar nga Shqipëria, nga Kosova, dhe besojmë se do të kemi në një mënyrë sukses edhe në atë natë, ku me datën 1 qershor do të shënojmë ditën ndërkombëtare, domethënë të fëmijëve, ku organizata turistike së bashku me komunën e Ulqinit do të organizojnë në Valdanos një ditë kremtuese për fëmijët tanë, ku do të ketë shumë aktivitete të bukura për të gjithë fëmijët e qytetit. Pastaj është edhe një manifestim i ri, të cili me datën 14 qershor për herë të parë do të organizojmë në Ulqin, që do ta quajmë Dita e Gjelave të Ulqinit apo Karkalecave të Ulqinit. Ajo është një, mendoj se këto manifestime tradicionale, mendoj se i takojnë qytetit tonë, dhe është një promovim i traditës dhe i përgatitjes së traditës, ku mund të themi në të gjithë, nëse ju nuk e di a manin mend, por në manin mend edhe nga të paret, që edhe në kohën e Jugoslavis apo ish Jugoslavis, të gjithë këto karkaleca ose gjela që janë ngrënë në restorantet më prestigjioze në atë kohë, duke vazhduar nga Kroacia dhe nga Mali i Zi e tjere në qytete të ndryshme, është cekur që janë gjelat e Ulqinit apo Ulcinski Gambori, se ka një nivel, do të thotë, është në një çmim më të lartë. Dhe ne do të mundohemi që ta bëjmë këtë manifestim apo këtë prodhim të qytetit tonë, të mbes qytetit dhe të vazhdojmë në atë traditë. Do të kemi po ashtu edhe shije të ndryshme, dhe me datën 14 qershor do të kemi, të themi, një manifestim të atill ku presim, ku presim një numër të madh të vizitorëve dhe ftesave të mëdha dhe të shquara që do të jenë ato në ato ditë në Ulqin. Atëherë, pas asaj, me njëherë mas festës së Bajramit, organizojmë edhe manifestimin pranvera në anë të Malit. Pastaj me 21 qershor do të mbahet edhe për të 17-ën herë Oldtimer Fest, në këtë radhë në një mënyrë pak më të ndryshme, më të sofistikuar, dhe kështu do themi
Përveç këtyre, me siguri do të kemi edhe disa aktivitete të tjera ku do të organizojmë në bashkëpunim me komunën e Ulqinit. I pyetur për pritshmëritë rreth sezonit turistik të këtij viti, Hoxhić shprehu optimizëm, ndonse nuk mohoi sfidat e pranishme, siç janë ndikimi i linjave ajrore dhe liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës, faktor që vitin e kaluar ndikuan në një ulje të numrit të vizitorëve. Megjithatë, ai nënvizoi se turistët nga Kosova mbeten ndër me besnikët ndaj Ulqinit dhe se kjo është një arsye më shumë për të qenë optimist. Duhet mos harruar që vitin i kaluar, përveç Ulqinit, do të thotë të gjithë qytetet apo shteti i Malit Zi pati një ramje turistike dhe jo të gjitha mbaren nga as organizata turistike, as komuna Ulqinit në qytetin ton janë disa të dhëna duke marrë edhe linjet ajrore të cilat lidhin qytetet, pritja nga aerodromi deri në qytetin e Ulqinit. Këta janë disa mangësi të cilat të themi kështu vit pas viti të përcillen. Por se në këtë pyetje unë mendoj dhe jam pozitiv që një sezon do tjetë, por duhet marrë parasysh që vitin e kaluar edhe Kosova, të themi tregu kryesor i Ulqinit, i cilët janë kosovarët, ato vitin e kaluar fituan edhe liberalizimin e vizave, ku ne shkuam dhe në një mënyrë prestigjioze, të themi kështu, i falenderuam që kanë ardhur tani dhe i uruam një, të themi, të ardhme më të sigurt me një manifestim kremtues që kishim në Prishtinë. Por se ai ishte në vitin e kaluar. Si vjet, unë pres se një shumicë atyre besoj që do të kthehet përsëri në qytetin ton, sepse janë përveç marrëdhënie, të themi kështu, që kemi edhe familjarisht jemi të lidhur me shumicën e tyre, edhe shoqëruesit, edhe mendoj se është një besnikëri e cila është krijuar me vite dhe sigurimi në atë mënyrë mendoj se në qytetin ton, si e gjeni qytetin ton, nuk mund ta gjeni në qytetet e tjera, ku do të vendosin ato pushimet e tyre. Kështu që në përgjithësi mendoj se do të jetë një sezon i mirë, por se duhet punuar tepër. Ne jemi duke u munduar në këtë aspekt, sepse duket mos harruar edhe se shumë të themi turist të atëhershëm tani janë edhe pronar të truallave apo të shtëpiave të tyre në qytetin ton, kështu që ajo do të ndikojë në një numër të turistave në qytetin ton, sepse ato kanë shtëpiat e veta, vinë në shtëpiat e veta për të kaluar pushimet, kështu që me siguri që edhe ajo ka një ndikim të posaçëm në këtë që do të ketë, që kishte vitin e kaluar dhe do të ketë në këtë vit. Por sidoqoftë, ne kemi patur edhe disa kontakte, ne kemi bërë disa promovime përveç atyre dhe kemi ftuar disa gazetarë apo kemi ftuar disa persona të shquar që të jenë mysafir në qytetin tonë gjatë sezonit apo para sezonit turistik dhe si kur mund të përmendin disa media të cilat kanë qenë mysafir në Ulqinin ton, ato ishin edhe të shtata, Klan Kosova do të vi ditët e ardhshme, Radio Televizioni i Kosovës po ashtu, pastaj portalet të ndryshme si Indeksi ku do të jenë mysafir të themi në qytetin ton dhe përveç atyre normalisht edhe nga Serbia kemi televizionin Nova, kemi televizionet nga Bosnia, kështu që në të gjithë qershorin do të jemi aktiv sa i përket promovimit në këtë mënyrë. Në përmbyllje, drejtori Hoxhić theksoi se organizata turistike e Ulqinit po punon çdo ditë për promovimin e qytetit dhe për tërheqjen e sa më shumë turistëve, me qëllim që sezoni veror të jetë i suksesshëm dhe me ndikim pozitiv për ekonominë lokale.